Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Falenderimet tona janë për Allahun, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinin e njerëzimit, Muhamedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Dietarët musliman i kanë kushtuar rëndësi të madhe zemrës. Kjo për faktin se në Kur'anin fammadh dhe në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, zemra është trajtuar në nivele jashtëzakonisht të larta. Ajo është vendi burimi i besimit, ajo është vendi ose burimi i vlerave dhe pikërisht në bazë të zemrës ne vlerësohemi tek Allahu te bareke ve taala. Allahu ka thënë: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim." Tek Allahu njerëzit nuk do të vlerësohen në ditën llogarisë sipas bijve dhe pasurisë, por do të vlerësohen sipas zemrës së pastër që kanë pasur. Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka treguar se e tërë jeta shpirtërore dhe fetare dhe jo vetëm e njeriut varet pikërisht nga ndreqja dhe përmirësimi i zemrës. Ka thënë shehni, vini re, në trup është një copë mishi, e cila nëse është në rregull, nëse është siç duhet, atëherë i tërë trupi do të veprojë siç duhet. E nëse ajo është e prishur, atëherë edhe veprat dhe sjelljet do të jenë të prishura. Pra, kjo është zemra. Zemra është burimi i vlerave, është ajo në bazë të së cilës ne edhe vlerësohemi tek Allahu te bareke ve taala. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka treguar se pikërisht në bazë të zemrës ne arrim që të nderohemi, të gradohemi tek Allahu, nga se devotshmëria, vlerat e vërteta nuk manifestohen në mënyrë formale ose të zbrazët, mirë po manifestohen shpirtërisht. Ka thënë devotshmëria është në zemra. Pra, zemrës i është kushtuar rëndësi e madhe, nga se ka këtë vlerë që e ka. Dhe pikërisht ne gjejmë dietarët musliman në trajtesat e tyre kanë folur gjerë e gjatë për zemrën. Kanë folur për sëmundjet e zemrës, kanë folur për mënyrat se si zemra shërohet, për faktin se përderisa ka këtë pozitë, përderisa ka këtë vend, atëherë sigurisht se ajo i ekspozohet edhe rreziqeve. Dhe pikërisht këto rreziqe ndonjëherë arrin që atë nga një burim që duhet të reflektoj vlerat të vërteta, që duhet të reflektoj fetaritë të vërtet, ta shndrojnë në një burim të sjelljeve të këqija, në një burim të veprimeve të shëmtuara. Sigurisht se askush prej nesh nuk është imon karshi këtyre rreziqeve. Prandaj dietarët musliman kanë ofruar disa këshilla të çmuara dhe me vlerë të madhe sa i përket ruajtjes së zemrës. Ne para jush, të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, do të ofrojmë 5 këshilla të Ibrahim Hawasit sa i përket ruajtjes së zemrës. Ai ka thënë kësaj: shërimi i zemrës është në varësi të 5 ilaçeve: leximit të Kur'anit me meditim, zbrazjes së barkut, namazit të natës, përgjërimit në kohën e syfyrit dhe shoqërimit me njerëzit e mirë. Pra, nëse ne duam që zemra jonë të jetë e shëndosh, të jetë zemër e pastër, nëse ne duam që ta rrethojmë zemrën me një mur të padepërtueshëm, atëherë këto janë 5 këshilla që na ndihmojnë ta realizojmë këtë synim, cilin duhet ta ketë secili prej nesh. Do të fillojmë me lejen e Allahut te bareke ve taala me shpjegimin e këtyre këshillave, këtyre ilaçeve që siç mund vrejmë
janë ndryshe nga medikamentet që ne i marrim nga mjekët. Ne këtë këshill po e marrim nga një mjek shpirtëror, nga Ibrahim Hawasi, dhe këto medikamente janë shpirtërore, janë të veçanta, të cilat ne nuk duhet që t'i anashkalojmë për asnjë çast vetëm. Të nderuar vëllezër, këshilla e parë e Ibrahim Hawasit sa i përket shërimit të zemrës ka të bëjë me leximin e Kur'anit me meditim. Pra, jo çfarëdo leximi, jo lexim të thjeshtë, madje jo lexim për të përfituar sevape, por lexim të thellë, lexim me meditim. Meditimi nënkupton që ne të ndalemi tek ajetet kuranore, që ne të bëjmë një ndërlidhje ndërmjet tyre, ndërmjet kaptinave kuranore, që të përfitojmë mësime me të cilat ne e ndreqim dhe e rregullojmë jetën tonë edhe shpirtërore, edhe shoqërore. Prandaj Kurani është një libër që duhet të meditohet, jo thjesht të lexohet. Allahu ka thënë në Kur'an: Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Ne ta kemi shpall këtë libër, i cili është i bekuar. Liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab, që ti meditojnë argumentet, provat e tij, dhe që njerëzit e mençur të marrin mësim prej tij. Disa dietar për shkak të rëndësisë që ka ky ajet kuranor e kanë konsideruar që është, si thua, titulli i Kur'anit. Nëse po supozoj Kur'anit do t'i kishim vënë një titull, atëherë ky ajet kuranor nga kaptina Sad është pikërisht ajeti që meriton të jetë titulli i Kur'anit. Allah na tregon se ky libër është i bekuar dhe përderisa është i tillë, atëherë ne duhet ta meditojmë, jo thjesht ta lexojmë. Dhe ne duhet që nga meditimi të nxjerrim mësime me të cilat e rregullojmë dhe e ndreqim jetën tonë. Ne duke medituar Kur'anin, arrim në përfundimin se Kur'ani është libri i Allahut, nga se një libër që është i kthill, që është i përsosur, një libër që ka këtë rregullim, këtë nëse mund ta quaj sinkronizim të çdo gjëje, nuk mund të jetë ndryshe vetëm se prej Allahut. Ka thënë Allahu: "Efala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min 'indi ghayri Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira." A nuk po e meditojnë Kur'anin, a nuk po përsiatin rreth Kur'anit, sepse po të mos kishte qenë prej Allahut, do të kishin gjetur kundërthënie të shumta në të. Pra fakti se në Kur'an nuk ka kundërthënie, fakti se çdo gjë është e përsosur, është dëshmi, është provë se është prej Allahut te bareke ve teala. Dhe ne kemi nevojë të nderuar vëllezër që ne ta meditojmë Kur'anin në mënyrë që ta ndryshojmë veten tonë. Njëri prej dietarëve, Bishr bin Serri, ka dhënë një shpjegim teje të bukur se si ndikon meditimi në shijimin, në përjetimin e mësimeve kuranore. Ai ka thënë që secili ajet kuranor i ngjan një hurme që sa më shumë që e përtyp, aq më shumë lëng të ëmbël nxjerr prej saj. Sa më shumë që e shtrydh ajetin, e mediton, e analizon, aq më shumë mësime nxjerr prej tij. Prandaj prej nesh kërkohet që ne ta meditojmë Kur'anin, nga se meditimi është vërtet i veçantë. Meditimi, siç e përmendëm tash sa herë, përtej leximit të thjeshtë, nënkupton nxjerrjen e mësimeve nëpërmjet analizave, nëpërmjet krahasimeve, nxjerrjen e mësimeve që janë vërtet të veçanta. Do doja t'ju përmend një shembull interesant që ka dhënë Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, i cili na ka ofruar një mënyrë se si meditohet Kur'ani. Për shembull, në kaptinën Waqia, ajeti 79, Allahu duke folur për Kur'anin ka thënë: "La yamassuhu illa al-mutahharun." Kur'anin e prekin vetëm ata që janë të pastër, engjëjt.
Fjala është për shkruarin e Kur'anit në Lauhi Mahfudh, që përveç melaqeve, engjëjve që janë të pastër, askush nuk e prek. Ky është interpretimi i Kur'anit, është tefsiri i Kur'anit, është leximi i këtij ajeti. Ndërsa meditimi i tij na çon tek disa kuptime të jetë të veçanta që i ka përmendur Ibn Taymija, i cili ka thënë kësaj. Nëse Kur'anin nuk e prek askush përveç se engjëjve që janë të pastër, atëherë domethënjet e tij, mësimet e tij, udhëzimet e tij nuk depërtojnë vetëm se në zemra që janë të pastra. Pra, nëse ne duam që ti përfitojmë, ti përvetsojmë mësimet kuranore, mesazhet kuranore, kushti paraprak është që të kemi një zemër të pastër. Nga se zemra që nuk është e pastër, zemra që është përlyer me mëkate, që është përlyer me gabime, me gjunahe, nuk është e denjë që të qëndrojnë mësimet, mesazhet kuranore. Nga këto të nderuar vëllezër, dietarët musliman kanë përmendur se vlera e leximit me meditim është shumë më e madhe, edhe nëse është pak, se sa vlera e leximit të shumë të Kur'anit dhe të shumë fisht nëse bëhet pa meditim. Imami Ibn Qayyimi, Allahu mëshiroft, ka thënë, ai që e lexon një ajet me meditim është më i dobishëm për zemrën e tij se sa ta ketë lexuar tër Kur'anin pa meditim. Dhe pastaj ka sjell një shembull shumë interesant dhe i cili në mënyrë figurative e ka shpjeguar në mënyrën më të qartë mundshme vlerën që ka leximi i Kur'anit me meditim, edhe nëse është pak. Ndaj leximit të shumë në kuptimin sasior, duke thënë kësaj. Ai që lexon shumë Kur'anin pa meditim, është sikur një njeri i cili ka dhënë gjëra të shumta lëmosh. Mirë po që secila prej tyre e ka një vlerë të kufizuar. Pra, po supozoj ka dhënë rroba të shumta, të cilat nëse merren në tërësi secila prej tyre e ka një vlerë të caktuar që në kuptimin sasior janë shumë, mirë po nuk është se kanë ndonjë vlerë të jetë të madhe. Për dallim prej atij i cili e ka lexuar Kur'anin me meditim, e ka lexuar vetëm një herë, dhe i cili i ngjan sikur dikujt i cili nuk ka dhënë shumë në kuptimin sasior, mirë po e ka dhënë një diamant. Pra, ka dhënë lëmosh vetëm një gjë, dhe kjo është diamant. Dhe vlera diamantit ndaj rrobave është e pakrahasueshme. Pra, është një vlerë të jetë e madhe, dhe ky që e lexon Kur'anin me meditim është sikur ky që ka dhënë lëmosh një diamant. E cila është rëndësia e leximit të Kur'anit për zemrën, e leximit të Kur'anit me meditim? Imami Ibn Ajuri ka thënë kësaj, besimtari udhëzohet që Kur'anin ta shndrojë në pasqyrë, ku e shikon veten e tij, ku i shikon veprimet e tij, ajo që është në rregull e bën edhe më mirë, ajo që është gabim e ndrejsh, dhe kësaj nëpërmjet meditimit ne arrijm që gabimet tona, gabimet veçmas shpirtërore dhe morale, të ndreqim në mënyrë që të mos jemi prej atyre të humburve. Këshilla e dytë sa i përket ruajtjes së zemrës ose shërimit të saj ka të bëjë me zbrazjen e barkut. Kësaj e ka përmendur në mënyrë tekstuale dhe për qëllim është që ne të ikim nga ngrënia e tepërt. Ngrënia e tepërt e cila mund shkaktoj pasaj edhe pasoja të shumta. Muhamedi alayhi salatu wassalam, duke na folur këto këshilla që ne po i përmendim të nderuar vëllezër, të këtyre dietarëve, secila prej tyre është produkt
qoftë i një ajeti kuranor, qoftë i një hadithi profetik, janë mësimet përfituara nga meditimet që dietarët musliman i kanë bërë ajeteve dhe haditheve, prandaj dhe ne gjatë shpjegimit të tyre i referohemi teksteve kuranore dhe profetike sepse kanë mbështetje në to. Muhamedi alayhi salatu wassalam në mënyrë figurative ka thënë se ena më e keqe që njeriu e mbush së tepërmi është barku i tij. Pra, në qoftë se ne ham së tepërmi, i bie sikur e kemi mbushur një anë për së tepërmi dhe kjo është gabim. Në qoftë se ke patjetër për të ngrënë, atëherë ajo që ne ka porositur Muhamedi alayhi salatu wassalam është që të ham sa për ta mbajtur gjallë veten tonë dhe të ham në atë mënyrë që të mos e rrezikojmë shëndetin tonë, ka thënë kësaj që 1/3 të jetë për ushqimin e tij, 1/3 për pijen e tij dhe 1/3 për frymëmarrjen e tij. Ky hadith sipas disa mjekëve konsiderohet bashkë me ajetin kuranor hani kulu washrabu la tusrifun, hani pene mos të bëni, konsiderohet bazë për mjekësinë. Nga se ne duke ikur ushqimit të tepërt, ne arrim që ta ruajmë veten nga sëmundjet e shumta, të cilat vijnë si pasojë teprimit me ushqim. Dietarët kanë thënë se ushqimet që prishin zemrën janë dy llojesh. E para, ushqimet që në esencë janë të ndaluara. Për shembull, mishrat e ndaluar, pijet e ndaluara, alkooli, janë ushqimet që e dëmtojnë zemrën dhe që ne duhet t'i largohemi atyre a priori. Po kështu, lloji i dytë janë ushqimet që mund të mos jenë të ndaluara në parim. Mirë po nëse e tepërojmë me to, atëherë ato kalojnë në ushqimet të ndaluara. Dhe ne duke u larguar nga këto nga ushqimi i tepërt, arrim që ta ruajmë zemrën tonë. Ajo që doja ta keni parasysh të nderuar vëllezër dhe motra, është se largimi prej këtyre gjëra, prej ushqimit të tepërt, bëhet për qëllime të jetë fisnike. Largimi nga ushqimi i tepërt ka synime të jetë të mëdha edukative. Jo rastësisht, Allahu i madhruar ka përcaktuar që njëri prej adhurimeve bazë, agjerimi, të jetë pikrisht duke u larguar nga ushqimi. Dhe janë të shumta ato studime, ato trajtesa shkencore që kanë nxjerrë në pa dobitë shëndetësore të agjerimit, pikrisht duke u larguar nga ushqimi. Pikrisht duke u larguar nga ushqimi, ne arrim që mbyllim kanalet e dëpërtimit të djallit, e dëpërtimit të së keqes, prandaj për atë që nuk ka mundësi materiale të martohet, Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka përshkruar si porosi largimin nga ushqimi, nga se largimi nga ushqimi ose agjerimi me fjalë tjera është mburoj për besimtarin. Pra, ne duke u larguar nga ushqimi i tepërt, ne arrim që ta ruajmë veten tonë, jo ta dëmtojmë veten tonë në kuptimin fizik. Sepse kushdo që lexon për synimet islame, për ato objektivat madhore të islamit, e kupton që ndalohet ne ta dëmtojmë veten tonë fizikisht. Ndalohet madje agjerimi i tepërt. Në qoftë se ka pasoja negative, ndalohet pejgamberi alayhi salatu wasallam nivelin maksimal të agjerimit që ka lejuar ka qenë agjerimi një ditë, ndërsa ditën tjetër për të ngrënë. Por këtu ne jemi duke folur për efekte edukative të largimit nga ushqimi dhe doja që të përmend një këshill nga një prej profetëve të Zotit, Isa alayhis salam, i cili i ka porositur ndjekësit e tij duke thënë: mos hani shumë, se nëse hani shumë, ju pastaj edhe do të keni nevojë për të pirë ujë shumë. E nëse pini ujë shumë, atëherë
kjo do t'ju bëj që edhe të flinit, kaloni kohë të shumt në gjumë dhe kësaj do t'ju ikin të mirat të shumta. Kjo jetë është më e shkurtër se sa ne ta kalojmë në gjumë, prandaj ne largohemi nga ushqimi nëpërmjet agjerimit që të edukohemi dhe që të mos kalojmë kohë të shumë në gjumë, e të privohemi veçmas nga kohët e namazit, të cilat kanë një vlerë të jashtëzakonshme. Ne po bëjmë një pauzë të shkurtër, qëndroni me ne, do të rikthehemi sërish. Ja u kthyem sërish me lejen Allah te bareke ve teala për të vazhduar me shpjegimin e këshillave të Ibrahim Hawasit. Në pjesën e parë ne përmendëm disa prej këshillave të rëndësishme që kanë të bëjnë me ruajtjen e zemrës, ndërsa në këtë pjesë do të përmendim namazin e natës dhe disa këshilla tjera që Ibrahim Hawasi i ka përmendur si të veçanta sa i përket shërimit të zemrës. Namazi i natës është këshilla e radhës e Ibrahimit dhe jo rastësisht është përmendur namazi i natës. Janë disa veçori të cilat namazin e natës e bëjnë të veçantë, në mënyrë që ta ruaj zemrën e besimtarit, ta bëjë që të jetë e lidhur me Allahun te bareke ve teala dhe me askën tjetër. E para, namazi i natës është namaz vullnetar, është namaz fakultativ. Pra nuk është farz, nuk është obligim. Prandaj ai njeri i cili çohet për të falë namaz natë, ai këtë e bën nga dashuria që ka për Allahun te bareke ve teala. Nuk është i imponuar, nuk është i detyruar, e bën këtë nga se dëshiron që të afrohet tek Allahu te bareke ve teala. Dhe jo rastësisht, të nderuar vëllezër, namazi fakultativ më i miri pas farzeve, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, është namazi i natës. Dhe këta njerëz që qohen për të falë namaz natë, janë njerëz që duan Allahun xhallahu ala. Janë njerëz që zemrat e tyre janë të lidhura me Allahun te bareke ve teala. Namazi i natës është bindje, është dashuri, është respektim dhe dëgjueshmëri ndaj Allahut te bareke ve teala. Pra nuk ka imponim, nuk ka diçka besimtari e bën pa dëshirën e tij, jo, ai e bën këtë me vullnetin e tij. Dhe përderisa ai çohet që të falet, përderisa ai e prish kënaqësinë e tij, e prish gjumin dhe çohet që të fal namaz, atëherë kjo ka dhe një simbolik tjetër. E ka simbolikën e kundërshtimit të djallit, i cili, siç është përmendur në disa tekste, synon që gjatë natës njeriu t'ia bëj gjumin sa më të rënd, në mënyrë që ai madje jo vetëm namazin e natës, por edhe namazin e sabat mos shohet dhe të mos e fal. Prandaj në momentin që një besimtar çohet dhe fal namaz natë, ai tregon se ai është bind Allahut dhe jo djallit, se ai nuk është nën pushtetin e djallit, por se ai e kërkon dhe e synon kënaqësinë Allahut te bareke ve teala. Zgjuarja natën për të falë namaz natë është një provë, një argument, një dëshmi se zemra e besimtarit nuk është gafile, nuk është e shkujdesshme. Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë në një prej haditheve të tij, ai që falet gjatë natës duke lexuar 10 ajete, nuk shkruhet prej gafilinëve, prej të shkujdesurve, prej të pavëmendshme. Pra, ky njeri që çohet për të falë namaz natë, ky njeri është i kujdesshëm, e bën këtë me besimin e tij, e bën këtë me bindjet e tij, prandaj është besimtar i rregullt, është besimtar i dalluar, është besimtar i vëmendshëm. Namazi i natës konsiderohet mënyra se si besimtari ecën për tek Allahu te bareke ve teala. Se si besimtari, nga se siç e dini, rruga për tek Allahu përshkohet me zemra, me bindje, me vepra të mira fetare. Dhe pikërisht namazi i natës që i ka këto veçori, konsiderohet ajo mënyra se si ne
shkojmë tek Allahu te bareke u teala, është përmendur se një grua nga brezët e parë, gruaja e Habib Farisiut, ka shkuar ta zgjoj të shoqin për të falë namaz natë dhe i ka thënë disa fjalë që për Zotin janë aq me vlerë sa që meritojnë të shkruaj me ngjyrë të arit. Ka thënë kësaj: "Çohu o burri im, se rruga është e gjatë. Rruga për tek Allahu është e gjatë. Furnizimi ynë është i pakt, ndërsa karavanet e njerëzve të mirë kanë kaluar pranë nesh dhe ne kemi ngel këto." Pra, qohu se rruga për tek Allahu është e gjatë dhe në të rrugë ne na duhet që të furnizohemi, të pajisemi, dhe pajisja, siç është përmendur në Kur'an, furnizimi më i mirë është devotshmëria. Dhe në kohën që ne po flam, të tjerë janë zgjuar dhe janë duke falë namazin, na kanë tejkaluar, prandaj ne duhet që të nxitojmë, të falim namaz, që ne të bashkangjitemi këtij karvani të këtyre burrave dhe grave besimtar e besimtare. Namazi natës është praktike të dërguarve të Zotit. Është praktik e pejgamberëve të Allahut te bareke u teala. Është përmendur se namazi më i mirë është namazi i Davudit alayhis salam, i cili zgjohej, i cili flante në gjysmën e parë të natës, e pastaj zgjohej dhe falej. Po kështu pejgamberi ynë Muhamedi alayhis salatu wassalam është falur aq shumë sa që i ka thënë një ditë gruaja e tij, Aisha, Allah qoftë i kënaqur me të, i ka thënë nëna jon kësaj: "Po falesh ndërsa Allahu ti ka falë të gjitha mëkatet." Muhamedi alayhis salatu wassalam i tha: "Nëse Allah mi ka falë mëkatet, a nuk meriton që unë të jam rob falendërues?" Pra, është fal vazhdimisht dhe shembulli i tij, modeli i tij duhet shërbej për ne si diçka që ne duhet ta ndjekim. Në fakt, namazi i natës është tipar i çdo besimtarit të mirë dhe të dalluar. Në Kur'anin famadh, Allahu te bareke u teala ka përmendur në kapitullin Sejdë, në kapitullin Furqan dhe në kapitula tjera, ka përmendur besimtarët të cilët e falin namazin dhe janë namazin e natës dhe janë të afruar me Allahun te bareke u teala. Për shembull, ka thënë: "Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama", ata të cilët e kalojnë natën duke bërë sejdë dhe duke qëndruar në qiyam, pra duke lexuar Kur'an namaz. Namazi i natës është i veçantë për faktin se është koha kur njeriu është më së afër me Zotit të tij. Është përmendur se Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Aqrab ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfi al-layli al-akhir." Allahu është më së afër me robit të tij në pjesën e tretë të natës. "Fenistata'te an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'a fakun." Andaj, nëse ke mundësi që t'jesh prej atyre që e përmendin Allahun në këtë kohë, je. Pra, në këtë kohë, kur njerëzit flanë, kur të tjerët janë në gjumë të thellë, ti zgjohesh dhe thjesht për ta fituar kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala, merr abdes, fal namaz, e lut Allahun xhelle wala, atëherë bëje nga se është koha kur Allahu është më së afër me ty, ashtu siç takon madhrisë ti. Do doja të nderuar vëllezër që thjesht t'ju kujtoj rëndësinë që ka namazi i natës për shërimin e zemrës, duke marrë si argument edhe faktin se prej fjalëve të para që Muhamedi alayhis salatu wassalam i ka thënë me të mbritur në Medinë, ka qenë pikrisht edhe falja e namazit të natës. Ka thënë: "Ayyuhan nas, afshu s-salama wa at'imu at-ta'ama
wasallu bil lejli wan nasu niyam, o ju njerëz, përhapeni përshëndetjen me selam, ushqeni të tjerët ata që kanë nevojë, dhe faluni gjatë natës ku njerëzit janë në gjumë. Pra faluni se jeni më afër Zotit tuaj, hallet, brengat, dertet që i keni, mund t'ja parashtroni, siç do të përmendim në këshillën në vijim, Allahu te bareke wa taala. Këshilla e radhës që Ibrahim Havasi, Allah mëshiroft, ka dhënë për ta shëruar zemrën, ka të bëjë me përgjërimin e Allahut në kohën e syfyrit. Koha e syfyrit është e veçantë. Është përmendur edhe në Kur'anin famadh dhe edhe në hadithe si kohë të jetë e veçantë. Për shembull, Allahu ka thënë: "U bil ashari hum yastaghfirun", besimtarët e mirë kërkojnë falje në kohën e syfyrit. "Wal mustaghfirina bil ashar", ka përmendur besimtarët që kërkojnë falje në syfyr. Jakubi a.s. ju ka thënë të bijve, pasi që e kanë pranuar gabimin që e kanë bërë me Jusufin a.s. "Saufa astaghfiru lakum rabbi", do të kërkoj më vonë falje tek Zoti për ju, dhe siç kanë përmendur disa tefsirolog, bëhet fjalë për kohën e syfyrit. Ajo që veçon këtë kohë, të nderuar vëllezër, është se, siç ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, në këtë kohë Allahu, ashtu siç takon madhërisë së tij, zbret në qiellin e kësaj dynjaje dhe thot kësaj: "Me yed'uni fa astajib la", kush është ai besimtari i cili më lut, çon ti përgjigjem. "Me yes'aluni fa u'tiya", kush është ai që kërkon prej meje, që unë t'i jap. "Me yastaghfiruni fa aghfir la", kush është ai që kërkon falje, që unë t'ja fali mëkatet atij. Pra në qoftë se ne lusim, Allahu na përgjigjet. Në qoftë se ne kërkojmë prej tij, Allahu na jep. Në qoftë se ne kërkojmë që Allahu na fal gabimet dhe mëkatet, Allahu na fal. A ka kohë më të mirë? A ka mundësi më të mirë se sa vetë Allahu te bareke wa taala t'ua bëj këtë ofertë besimtarëve, do ta quajë ofertë, madje ofertë bujare, që ai që lut Allahu t'i përgjigjet, që ai që kërkon diç prej tij, Allahu t'ia përmbush kërkesën dhe nevojën e tij, dhe ai që kërkon që Allahu t'ia fal mëkatet, Allahu t'ia fal. Prandaj është një kohë e veçantë, është një kohë që nuk duhet neglizhuar, është një kohë që nuk duhet neglizhuar me gjumë, është një kohë që nuk bën të ikën besimtarët për shkak të këtyre ofertave bujare të Allahut te bareke wa taala. Dhe këshilla e fundit që Ibrahim Havasi ka dhënë për ta shëruar zemrën, ka të bëjë me shoqërinë, me shoqërimin me njerëzit e mirë. Siç e dini, edhe në Kur'an, edhe në hadithe, shoqërisë i është kushtuar rëndësi e veçantë. Njeriu dallohet vlerësohet sipas shoqërisë që ka. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë se njeriu e ka fenë dhe vlerat që i ka shoku i tij. Prandaj ne në tekste fetare gjejmë këshilla dhe porosi që shoqërinë ta kemi të veçantë. Për shembull, Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë shembulli i shokut të mirë është sikur shembulli i një shitësi të parfumeve, prej të cilit o do të blesh parfum, o do të dhuroj parfum, ose të paktën do të dhuroj aromë të këndshme. Pra në qoftë se ke shkuar tek një shitës i parfumeve, në asnjë rrethon te nuk do të ndihesh keq, nga se të paktën mund që të përfitosh nga aromat e bukura të cilat janë në dyqanin e tij. Imam Neveviu, duke marrur pikërisht këtë hadith për argument, ka thënë se ky hadith na flet për vlerën e madhe që ka shoqërimi me njerëzit e mirë. Pra, ne udhëzohemi që t'i shoqërojmë njerëz të mirë, nga se në një ose formë tjetër ne do të përfitojmë prej tyre. Është interesante që dietarët musliman kanë thënë se shoqërimi me njerëzit e mirë është me rëndësi, nga se na kujton botën tjetër, na kujton rëndësinë që ka vazhdimësia në rrugën e Allahut te bareke ve teala,
na bën që ne të edukohemi me vlerat të mirëfillta. Prandaj kanë thënë që shoqërimi me njerëzit e mirë për vlerat, për edukatën, është sikur ora me alarm për gjumin. Ne për të uzuar, për të mos e tepruar me gjumë, e lëm një orë me alarm, na zgjon nga gjumi. Shoqërimi me njerëz të mirë është pikërisht sikur ora e cila e zgjon njeriu nga gafleti, e zgjon nga ajo pakujdesia në rrugë të gabuara. Prandaj dhe ka këtë rëndësi shoqëria e mirë. Bedruddin el-Aini, njëri prej dietarëve musliman, ka thënë se shoqërimi me njerëz të mirë ka ndikim të madh, për shkak se ata që qëndrojnë me të lumturit do e mos do të jenë të lumtur. Pra nëse ne qëndrojmë me njerëz të mirë, ne do të ndikohemi prej tyre. Mu ashtu siç do të ndikohemi nëse qëndrojmë me njerëz të këqij. Prandaj duke qëndruar me të mirët, ne edhe lumturohemi, ne edhe arrim që të jemi të gëzuar, arrim që të mos përjetojmë këtë vuajtjen, cilën sot fatkeqësisht e kanë ata që janë të dhënë pas knetësive të rreme, janë të dhënë pas mëkateve. Shoqëria e mirë është e rëndësishme për faktin se ajo na lidh me Allahun te bareke ve teala. Dhe jo rastësisht në ditën e llogarisë, ata që janë dashur për hir të Allahut xhallahu ala, shoqëria që ka qenë për hir të Allahut te bareke ve teala, do të jenë të dalluar për dallim prej të tjerëve që kanë qenë shok për interesa të kësaj dynjaje, ose që Allahu na fal i ka bashkuar harami. Muhamedi alayhis salam kur përmend hadithin e 7 grupeve që do të jenë në hijen e Arshit, përmend se në mesin e tyre do të jenë ata që e kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut te bareke ve teala. Janë bashkuar për hir të tij dhe janë ndarë për hir të tij. Po kështu Allahu te bareke ve teala na përmend se ata shokët e ngushtë që kanë qenë në këtë botë, të gjithë do të jenë armiq të njëri tjetrit, me përjashtim të këtyre që kanë qenë shok për hir të Allahut te bareke ve teala. Ka thënë Allahu në kapitullin Zuhruf: "Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Në ditën e llogarisë, ata miqt e afërt në këtë botë që kanë qenë, do të shndrohen në armiq ndaj njëri tjetrit, me përjashtim të atyre që kanë qenë të devotshëm. Ata do të jenë me njëri tjetrin, ata madje edhe në xhennet do të hyjnë në grupe, do të hyjnë bashkarisht me njëri tjetrin. Allahun te bareke ve teala lutim që Allahun të na ruajë zemrën tonë nga këto rreziqe që i kanosen, ta bëj zemër të pastër në të cilën nuk ka vend askush përveç tij. Allahun e lutim që Allahu të na beqatojë me vëllezër dhe shok që na kujtojnë Allahun, na kujtojnë botën tjetër, dhe ashtu siç na bashkon me ta në këtë botë, Allahu të na bashkojë edhe në xhennetet e tij, dhe deri në takimin tonë të radhës qofshim në përkujdesin e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.